dua të ndaj me ju disa pika të rrugtimit tonë, domethënë. E para njerë, në kryesin tonë çuditërisht, ka një numër të barabartë vajzash dhe djemsh. Ka ndodhur në mënyrë krejt rastësore, po ka ardhur krejt natyralisht. E dyta, unë nuk besoj te promovimi i grave thjesht për faktin se janë gra. As te i burrave. Do me thënë, shoqëritë e kuotave janë shoqëritë gabuara, me thënë drejtën. Ne i kemi në ligj se kjo fazë është, po ne duhet luftojmë fort që një vajzë e aftë t'ja dalë, një djalë i aftë t'ja dalë. Jo se është kuot, po se është i aftë. Dhe në këtë fazë në të cilën jemi, shoqëria është detyruar ndoshta të vendosë kuota për të garantuar atë pakicën, po ne duhet punojmë fort që një ditë të mos jenë gratë në politikë si pasojë e kuotave, po të jenë si pasojë e mundësisë që shoqëria jep që gratë vrapojnë deri në maj. E njëjta gjë me të gjitha shtresat e shoqërisë. Te ky diskutimi i barazisë së burrave me gratë, unë bëj pjesë të ata që mendoj që gratë janë më lartë se ne, me thënë drejtën. Me thënë drejtën. Dhe ky është një takim që ne bëjmë e para njerë për të mbështetur fort vajzat dhe gratë që kemi në këtë garë, edhe i kemi fantastike, që këto vajzat dhe gra që pat këtu një ditë do ta drejtojnë shtetin shqiptar, ju siguroj për këtë. Dhe është garanci për këtë guximi i tyre që në momentet më të vështira të vendit kanë gjetë kurajon për të ecë përpara dhe për t'ja dalë. Dhe ti të them edhe një gjë tjetër që unë si Adriatik, paktën sa t'jem unë në këtë rrugë, sa ta drejtoj unë bazë të votës këtë rrugë që ne po bëjmë si koalicion, nuk do ndodh kurrë që t'i hahet haku një gruaje, zero shans do ketë.